Pra ata të cilët besojnë ke Zoti dhe të cilët kanë besimin e krishterë, urimet më të mira për Pashkët, që është festa më e madhe e krishterizmit, pasi që kemi ringjalljen e Krishtit. Pra kemi provën që Jezu Krishti ishte biri i Perëndis dhe nuk ishte thjesht një profet. Pra jo thjesht një dërguar, por vetë një nga elementet e Trinitetit Shenjtë, pra Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë, biri zbritin tokë. Pra gjithë besimtarët Pashkë të gëzuara. Në fakt, besimtarët katolikë kanë patur dhe një lajm jo të mirë pikërisht ditën e sotme, pasi që Papa Francesku ka ndruar jetë dhe hapet ka ndruar jetë pikërisht sot, në këtë ditë të bekuar për të krishterët, është bashkuar Perëndis sipas besimit kristian dhe hapet më një herë sigurisht procesi për zëvendësimin e tij, për zgjedhjen e pasardhësit të tij.